Klubi i futbollit Vllaznia përmes një deklarate për shtyp hedh akuza për zvarritjen e punimeve në rikonstruksionin e stadiumit Loro Boriçi. Zëllënësi i klubit Gjergj Shkolla shprehet se firma po ecë me ritëm të ulët, ndërsa qeveria shqiptare nuk po mban premtimet për afatet e përfundimit të punimeve për stadiumin e Shkodrës. Klubi i futbollit Vllaznia përmes kësaj deklarate shpreh shqetësimin në lidhje me uljen e ritmit punimeve dhe zvarritjen e tyre për rikonstruksionin e stadiumit Loro Boriçi. Ju mund verifikoni vetë ritmin me cilin po punohet aktualisht, por me këtë ritëm punimesh, ne dyshojmë se stadiumi nuk do të përfundojë as në vitin 2017. Në fillim na u premtua se stadiumi do të inaugurohej për ndeshjen me Serbin me datën 8 tetor. Me pas, për efekt sigurie u tha që stadiumi do të përfundonte në këtë datë, por për efekt sigurie do të luajë në Elbasan. Na u tha se stadiumi do të përfundonte në nëntor me pas, për një ndeshje mjekësore ndërkombëtare. Por siç mund ta shihni edhe vetë, asnjëri prej këtyre premtimeve nuk është mbajtur dhe nuk do të mbahet. Sipas zëdhënësit Kolla, duke parë ritmin e ulët të punimeve dhe pothuajse braktisjen e stadiumit Loro Boriçi nga firma, dëmi financiar dhe sportive për Shkodrën dhe Vllaznin është i madh. Edhe sikur tani tutje të punohej me 3 turne, stadiumi nuk do të mund të përfundonte para vitit 2016. Klubi i futbollit Vllaznia shpreh shqetësimin në lidhje me këtë çështje sepse po na bëhet një dëm i madh financiar dhe sportiv. Dhe kjo pa diskutim që ka ndikimin e vetë tek skuadra jonë. Po bëjmë këtë deklaratë që të tërheqim vëmendjen e të gjithë personat të cilët kanë ndikim në marrëdhënien kontraktuale në çështjen e stadiumit, me shpresë se gjërat do të ndryshojnë dhe ritmi i punimit do të rritet sërish në mënyrë që Vllaznia të rikthehet sa më shpejt në shtëpinë e saj. Realisht kudo në mjediset e stadiumit Loro Boriçi ku po kryhet rikonstruksioni, numri i punëtorëve është shumë i vogël. Vrulli me të cilin nisi puna në fillim është ulur ndjeshëm dhe tashmë nuk ka një afat se kur mund të përfundojnë punimet. Kjo dëmton Vllaznin, e cila duke mos patur një fushë për të luajtur ndeshjet, detyrohet të shtektojë në qytete të tjera.